Dojnë me provu jo vetëm si recet, por edhe me u informu rreth çdo recete për përbërësit ushqimor që ka. Juftoj me ndjek Lenën të faqja e saj me Lenën, ku çdo herë është shumë e kujdesshme që pas çdo recete me i tregu përbërësit, vitaminat, mineralet, përfitimet shëndetësore, që me të vërtet po ndikon me na ndrru pak a shumë shprehinë të ushqyerit. Se kjo ka qenë misioni i Lenës. Sa qëllimi në misionin kryesor që e kam ndrimi shprehive. E mbaj mend se sot kur kemi folë për herë të parë me ba rubrikën. Po, kam arë me andru shprehinë e ushqimit, entuziazme, me besim të plotë. Po nuk kena nevojë me filozofu shumë, mendoj që këto shprehi kemi ndru me kalimin e kohës, të mundu me modernizu pjatën tonë, të mundu me pru ushqimet jo tradicionale, jo vendore, për shembull jo sezonale, dhe kjo është ideja që realisht nashta misioni më i madh është mi kthy